Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshqve. Atëherë sot do bëjmë parashikimin për shenjën e peshqve për muajin dhjetor. Ju uroj një muaj sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit dhjetor, video të javës, video me tema për dashurin, por dhe video për vitin 2026. Atëherë, do shohim energjinë që vjen në lidhje me shenjën tuaj. Ju uroj dhe ju një muaj sa më të mbarë. Atëherë, këtu kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjës së akretit dhe energjitë shenjave të zjarit. Atëherë, ju shoh që jeni në një pozicion të favorshëm, jeni duke menduar seriozisht në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër, jeni duke menduar shumë fort për anën ekonomike, për punën tuaj, për bashkëpunime të ndryshme që mund të keni, partneritete te vendi punës. Por në mesin e javës shoh që ju sikur nuk e di, por dëshironi të lini vështirësi mbrapa dhe dëshironi që të keni një ndryshim të madh në jetën tuaj. Shoh një transformim shpirtëror për një pjesë prej jush, ndërsa për pjesën tjetër ju do keni ndryshime të mëdha. Mund të jetë një ndryshim në lukun tuaj, një ndryshim te vendi punës, një ndryshim ekonomik. Gjithsesi po vinë ndryshime të mëdha drejt jush. Dhe ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja në lidhje me këto ndryshime. Ju shoh përsëri në një pozicion të favorshëm. Ju do t'i vendosni qëllime vetes në lidhje me një dashuri në një rast. Në rastin tjetër i vendosni qëllime vetes në lidhje me lidhjet dhe marrëdhëniet tuaja. Kur shoh që ju dëshironi të ndryshoni diçka aty dhe në fund të javës i vendosni qëllime vetes në lidhje me ndryshimet që do bëni. Por ndërkohë keni kontrata të rëndësishme që do bëni gjatë kësaj jave. Mund të keni një kontratë pune, mund të keni kontrata ekonomike, kontrata martesore, një kontratë për të larguar jashtë shtetit. Për pjesën tjetër, gjithsesi është një javë fantastike në lidhje me ju. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëherë, në javën e dytë keni të bëni me energji të shenjave të zjarit, përsëri energji të shenjave të zjarit dhe kemi energjinë e luanit. Shoh që është një javë, do me thënë që do jeni nën energjinë e zjarit, ju do keni takime, i vendosni qëllime vetes në lidhje me një person, në lidhje me një takim që do keni. Në rastin tjetër, ju do dëshironi të stabilizoni njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ju shoh që do jeni duke festuar, ndërsa për pjesën tjetër ju do arrini të stabilizoni punën tuaj nëpërmjet këtyre kontratave që do bëni, ose bashkëpunimeve të ndryshme, ose për pjesën tjetër në lidhje me largime të ndryshme që ju dëshironi të bëni. Ndërsa për një pjesë tjetër shoh që mund të keni dhe festa familjare gjatë kësaj periudhe, por mund të keni të bëni dhe ju mund të zhvendoseni nga një shtëpi në një shtëpi tjetër, mund të investoni në një shtëpinë tuaj, ose kjo mund të ketë lidhje dhe me prona, me trashëgimi që ju mund të keni gjatë fillimit të javës. Gjithsesi në mesin e javës shoh që do keni disa tensione në lidhje me një person, ose në rastin tjetër do ndjeni një lloj konkurrence në këtë dashuri. Edhe pse shoh që ndjeni shumë të lumtur, por shoh një lloj egoizmi ku secili tërheq nga vetja e vet, ndërsa për disa të tjerë shoh që ju do lindni kontrata të rëndësishme, por do shihni që aty do ketë shumë konkurrencë në lidhje me një projekt, me një bashkëpunim ose te vendi punës ku jeni. Por gjithsesi ju do t'i shikoni gjërat më qartë në fund të javës në lidhje me këtë lloj konkurrence. Kjo konkurrencë mund të jetë në lidhje me studimet, në lidhje me punën tuaj tham, por edhe në lidhje me aktivitete të ndryshme që ju mund të keni gjatë kësaj jave. Gjithsesi është një javë fantastike në lidhje me ju. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë.
Në javën e tretë keni të bëni përsëri me energjitë shenjave të zjarit, të tokës, por dhe të zjarit. Këtu ndikojnë më së tepërmi të gjithë ata që mund të kenë ascendenten ose hënën tek këto shenja, të shenjat e zjarit, që janë shenja e dashit, shenja e luanit, shenja e shigjetarit. Dhe shoh që ju shoh me qëllime në veten tuaj, dëshironi të merrni iniciativa për të futur në një njohje të re, ose në lidhje me lidhjet, njohjet ose marrëdhëniet tuaja, në rastin tjetër në lidhje me kontrata të ndryshme që ju do keni, sepse shoh që do keni dhe në javën e parë kontrata, por dhe në javën e tretë. Ose ju mund të keni të bëni me shtetin, me gjëra të ndryshme, mund të jenë dokumenta të ndryshme që mund të keni të bëni, ose dhe me situata dhe çështje që kanë lidhje me shtetin. Në lidhje me personat që janë beqar, shoh që do keni një person te vendi punës, ku do fudheni në një njohje, ju do jeni duke marrë iniciativë në lidhje me këtë person, por ndërkohë në fund të javës shoh që ju do jeni në pritje të një përgjigje nga ky person. Ndërkohë ju shoh që keni ndryshuar vizion dhe bëni dhe plane afatgjata në lidhje me këtë njohje që do keni. Por në rastin tjetër, për gjithë ata që bëjnë kontrata të rëndësishme te vendi punës, sepse shohim që janë kontrata në grupe njerëzish, mund të jenë bashkëpunime të ndryshme, partneritete të ndryshme që do keni gjatë kësaj periudhe, ju prisni një përgjigje në lidhje me këto partneritete, dhe shoh që mbas marrjes së një përgjigje, por gjithsesi ju shoh në pritje akoma, ju mendoni të bëni plane afatgjata në lidhje me punën tuaj, por edhe në lidhje me karrierën ose bashkëpunime të ndryshme që keni, por dhe në lidhje me situata që kanë lidhje me shtetin. Për disa prej jush mund të jeni duke pritur një përgjigje që ka lidhje me shtetin. Mund të jenë dokumenta të ndryshme, por mund të jenë edhe çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni. Gjithsesi ju shoh që do bashkëpunoni në lidhje me diçka që ka lidhje me shtetin. Dhe vazhdojmë në javën e katërt. Në javën e katërt keni të bëni me energjitë të shenjës së binjakëve, energjitë shenjave të tokës, por dhe energji të shenjës së gafores. Atëherë, ju shoh që ju jeni, nuk e di, keni një takim në lidhje me një person, sepse ju shoh në pritje të një përgjigjeje, dhe në fillim të javës 4 do keni një takim me këtë person. Disa prej jush mund të jenë edhe midis dy personave. Ndërsa për pjesën tjetër mund të ndjeni shumë të dashuruar në këtë njohje që do futeni ose në këtë lidhje. Për një pjesë tjetër shoh që do keni kontrata të rëndësishme. Duhet keni kujdes nga një person i tretë në lidhje me bashkëpunime ose partneritete të ndryshme që do keni në fillim të javës 4. Në rastin tjetër mund të takoni një person të dashur që do t'ju mbështesi në lidhje me situata të ndryshme që keni, por do keni dhe persona ziliqare të vetes. Në mesin e javës, ju shoh që po mendoni shumë seriozisht në lidhje me udhëtime të ndryshme, me dashurinë, por do keni dhe oferta në lidhje me dashurinë për gjithë ata që do jenë akoma të lirë, dhe ju shoh që ju do mendoni për të shkuar drejt këtij personi. Ndërkohë ju shoh në udhëtime, mund të jenë udhëtime të shkurtra ose të gjata për një pjesë tjetër, ose ju do jeni, nga që është fund viti, mund të jeni duke menduar për të bërë udhëtime, për të kaluar ato festat e fund vitit, duke shkuar te fëmijët tuaj, ose për pjesën tjetër duke shkuar te prindrit, duke u bashkuar dhe me persona të tjerë të shoqërisë tuaj. Gjithsesi ju shoh në lëvizje dhe në udhëtime. Ndërkohë do jeni duke menduar shumë fort edhe për anën ekonomike. Por në fund të javës së 4, unë shoh që ju do jeni do keni paqartësi, do keni frikra emocionale, por duhet keni kujdes dhe në lidhje me prapaskena të ndryshme që do t'ju bëhen në fund të javës 4, edhe pse është fundi vitit, gjithsesi duhet keni kujdes. Ju mund të keni frikra emocionale brenda vetes tuaj në lidhje me një dashuri, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ose edhe me situata dhe çështje të ndryshme që mund të keni dhe në lidhje me udhëtimet. Ju dëshironi të bëni një udhëtim, por keni pas siguri në lidhje me këtë udhëtim. Për pjesën tjetër duhet keni kujdes që nga persona që
mund t'ju bëjnë prapaskena te vendi punës, në lidhje me partneritete, me bashkëpunime të ndryshme që keni, me karrierën tuaj, dhe e vurëm re që në fillim të javës që ju bashkëpunoni me një person, por shoh një person të tretë që bëhet xheloz në lidhje me këtë bashkëpunim që ju keni te vendi punës. Gjithsesi është një muaj fantastik edhe për ju. Marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë ju thonë. Çfarë mesazhi ju japin për muajin dhjetor. Atëherë në muajin dhjetor kemi mesazhin, ju shoh shumë të gëzuar, shumë të lumtur gjatë këtij muaji. Edhe ju thot, mërzitjet që keni pasur do largohen, thot. Gjithçka dhe shqetësimet do largohen. Dashuria është vetë jeta. Tani, këtu flasim në lidhje me shqetësimet që keni pasur ose keni në lidhje me njofjet, lidhjet marrëdhëniet tuaja. Në një rast, në rastin tjetër te vendi punës, në grupe njerëzish, por dhe në situata dhe çështje të ndryshme që mund të kenë të bëjnë me dokumenta të ndryshme, me kontrata dhe partneritete që do keni gjatë kësaj periudhe, por kujdes edhe nga personat e tretë gjatë këtij muaji. Gjithsesi, dashuria është vetë jeta, ju thot. Është një mesazh fantastik edhe në lidhje me ju. Ju përshëndes të gjithëve. Ju uroj një muaj sa më të mbar. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, video me tema për dashurinë, por ju mund të ndiqni dhe videot e vitit 2026, të shikoni shenjat me fat gjatë vitit 2026. Ju uroj një mbasditë sa më të këndshme, por edhe një javë të mbar për gjithë ju. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.